Gjatë këtij ushtrimi, ju e patë se sa të zot janë ushtarakët tonë. Në Defender Europe 25 kanë marrur pjesë gjithsej 29 shtete dhe ne kemi pasur privilegjin të jemi në mesin e 18 shteteve nikoqire. Këto forca tona e kanë dëshmuar se jemi të gatshëm jo vetëm të kontribuojmë në operacione të tilla, por njëkohësisht që të jemi shtet i barabartë, shtet antar i aleancës më të fuqishme politiko-ushtarake, pra aleancës së NATO-s. Faleminderit të gjithëve për prezencën. Sot është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për Republikën e Kosovës. Sot është një ditë kur ushtria jonë, Forca e Sigurisë së Kosovës, edhe një herë dëshmoi në masa më të mëdha se sa më parë ndërveprueshmërinë me forcat aleate, në radhë të parë me forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aleatin tonë më të rëndësishëm dhe strategjik në fushën e mbrojtjes dhe në çdo fushë tjetër. Ju sot e pat një ushtrim të shkurt, mirë po përgatitjet për atë që e pat ju sot dhe për ushtrimet që janë bërë nga 26 maji e tutje, janë bërë për më shumë se 2 vite. Prandaj dua t'i falenderoj Forcën e Sigurisë së Kosovës, çdo ushtarak, çdo pjesëtar që ka marrë pjesë për profesionalizmin e tyre, për sakrificën e tyre dhe mbi të gjitha për faktin se e kanë bërë krenar një shtet të tërë Republikën e Kosovës me atë që kanë dëshmuar përgjatë këtyre ditëve. Edhe në Defender 25, në Defender 25, Republika e Kosovës e ka dëshmuar se është aleat besnik, aleat i përgatitur në përputhje me forcat e NATO-s dhe aleat që është i gatshëm të ndërveprojë me forcat më profesionale, ato nga Shtetet e Bashkuara, nga Shqipëria, nga Kroacia, nga Maqedonia e Veriut dhe nga shtetet e tjera që kanë qenë prezente, përfshin nga Shtetet e Baltikut gjatë këtyre viteve, dhe po ashtu këto forca tona e kanë dëshmuar se jemi të gatshëm jo vetëm të kontribuojmë në operacione të tilla, por njëkohësisht që të jemi shtet i barabartë, shtet antar i aleancës më të fuqishme politiko-ushtarake, pra aleancës së NATO-s. Dua t'i falenderoj generalët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë jo vetëm sot, por kanë qenë një kohë të gjatë bashkë me ushtarët tonë, në trajnime, në përgatitje dhe në ushtrimet që i pat. Edhe Defender 25 është dëshmi e fuqishme aleancës së palëkundur ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Faleminderit të gjithëve. Thank you so much. We're so honored to be a host nation for Defender 25, and I hope that you could see from this exercise that our army is not only ready to contribute, but to serve side by side with the US Army in other operations too. Thank you so much for being here. Ditë të gjithëve në këtë ushtrim të rëndësishëm për ushtrin tonë, për bashkëpunimin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët e tjerë nga NATO-ja, e në këtë rast konkretisht Republika e Shqipërisë, Republika e Kroacisë, Republika e Maqedonisë Veriut dhe Republika e Bullgarisë, kemi arritur që të tregojmë, të demonstrojmë fuqinë tonë, ndërveprueshmërinë që e kemi me NATO-n, dhe në këtë mënyrë ta forcojmë kauzën tonë që antarësimi i Kosovës në NATO nuk është vetëm për dobinë tonë, por edhe për kontributin të cilën do ta japim. Në Defender Europe 25 kanë marrur pjesë gjithsej 29 shtete dhe ne kemi pasur privilegjin të jemi në mesin e 18 shteteve nikoqire. Gjithsej kanë qenë 25.000 ushtarë, me që rast Kosova ka marrë pjesë me 938 ushtarë të Forcës së Sigurisë Kosovës. Bashkëpunimi dhe ushtrimi e nxjerrin më të mirën edhe të ushtrisë edhe të ushtarakëve, pra të oficerëve, nënoficerëve dhe të ushtarëve. Dhe kjo është parë në këto gati 10 ditë prej se ka filluar Defender Europe 25. I gjithë kjo armatim që po e shihni këtu të demonstruar është blerë gjatë këtyre 3 viteve të fundit. Përveç një automatiku Heckler Koch, vetëm një automatik ka qenë edhe më herë. I gjithë armatimi që e shihni është blerë gjatë këtyre 3 viteve të fundit, sepse ne e kemi 2 fishuar numrin e ushtrisë, i kemi 4 fishuar trajnimet jashtë vendi, e kemi 3 fishuar buxhetin për mbrojtje dhe kemi 100 fishuar
atë për municion e për armatim, gjithnjë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e tjera aleate e partnere. Gjatë këtij ushtrimi, ju e patë se sa të zot janë ushtarakët tonë, por gjithashtu ne kemi nderin dhe kënaqësinë që të jemi në këtë poligon, i cili si zonë e trajnimit po bëhet ndër më të mirat në rajon dhe më gjatë. 4.500 hektar tokë i kemi shpronësuar dhe tash Ministria e Mbrojtjes është pronare, këtu në Babajt Bokës, Dev edhe Shishman, në mënyrë që të tregojmë përkushtimin ton për trajnimet e vijueshme të cilat do të ngrisin edhe aftësitë edhe kapacitetet e Forcës së Sigurisë Kosovës. Falenderoj edhe një herë generalet amerikan të ushtrisë së shërbave që janë këtu me neve, të gjithë oficerët dhe ushtarakët, se të kam pasur nderin të vizitoj edhe gjatë ditëve të mëhershme, por falenderoj po ashtu edhe të gjithë ata që morën pjesë nga Republika e Shqipërisë, Kroacisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriut. Bashkë jemi jo vetëm të fortë, por shumë më të fortë. Shteti i Kosovës kur s'ka qenë më i fuqishëm e i sigurt. Faleminderit ministër, presidente, general amerikan dhe gjithë ju tjerë pranishëm.